Vendimi për listën e çmimeve të barnave që hyri në funksion në fillim shkurtin e këtij viti, solli shumë pakënaqësi e akuza. Të pakënaqur nga ky vendim që fuqizoi Ministria e Shëndetësisë, u ndan distributorët e farmacistët, sipas tyre për faktin se ky vendim u mor në një periudhë shumë të shkurtër kohore. Ani pse po mbështesnin iniciativën dhe fuqizimin e këtij vendimi, nga oda e farmacistëve të Kosovës për Kiksin thanë se formati që i gabuar. Formati i vendimit të unifikimit të çmimeve ka qenë formati i gutshëm dhe i gabuar. Pikërisht për këtë ne kemi kërkuar që të ketë një periudhë kohore që të diskutohet mirë, të respektohet metodologjia e përcaktimit të çmimeve dhe më pastaj të mirret një vendim dhe jo në këtë formatit siç është marrur. Që ky vendim të mos u sillte dëme, Haxhioha tha se do duhej të u jepë një afat më i gjatë farmacistëve që të zbraznin stokun. Krijoni një afat kohor më të gjatë, pra për shkarkimin e stokut të cilën e ka barnatorja më herët dhe jo t'i detyroni apo t'i obligoni që të vendosen çmimet në barnat, në të gjithë stokun aktual të cilët e kanë, sepse është e pakuptueshme. Madje sipas Haxhiohës, puna në këto kushte bie edhe ndesh me ligjin e ATK-s. Pra tash nëse ti një produkt e ki marrë 4 euro, nuk mund ta shisish 3 euro e gjys, sepse është një ligj tjetër i cili bie ndesh apo në kundërshtim me jo vetëm ky, po në kundërshtim me të gjitha ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës. Për Kiks Kosovën, nënkryetari i odës së farmacistëve tha se parregullsitë e këtij vendimi i faturohen ngutisë së ministrit Vitia, pikërisht 8 ditë para zgjedhjeve. Formati i vendimit ka qenë i gabuar dhe vazhdon të jetë i gabuar dhe i kundërligjshëm nga ministri i Shëndetësisë, i cili e ka marrë vendimin për të zbatuar 8 ditë para zgjedhjeve. Tutje Haxhioha flet edhe për mospërputhjen e asaj që thot ky vendim dhe pjesës se si po zbatohet. Nënkryetari i odës thot se nuk mund të jetë në rregull mos unifikimi i çmimeve mes Kosovës dhe vendeve të rajonit. Nuk mund të jetë një bari më shtrejt në Kosovë se sa në Shqipëri, Maqedoni apo dhe kundërta. Mirë po barnat apo çmimet e barnave duhet të jenë parafërsisht të njëjta. Për Kiks Kosovën, Haxhioha tha se ky ligj e vendim ka përparësitë e veta, të cilat do i gëzonin qytetarët e farmacistët nëse gjithçka do shkonte siç duhet. Përparësitë e këtij ligji të patjetërsueshëm janë: duke filluar, rikthehet dinjiteti i farmacistit, unifikohen çmimet në të gjitha barnatoret e licencuara në Kosovë, e treta, eliminohet tërësisht tregu ilegal, dhe fundit apo më e mirja është që pacienti do të merr shërbim profesional të merituar.